Agjencia imobiliare Future Home festoi 10 vjetorin e themelimit me një aktivitet të veçantë ku mblodhen bashk partner, miq dhe klient besnik. Për një dekadë, Future Home është emri më i besueshëm në tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, duke u shërbyer mira familjeve dhe bizneseve. CEO i kompanisë Fation Hysenbelliu shprehu mirënjohje për besimin e treguar, duke theksuar se misioni mbetet i njëjtë, të sjellin profesionalizëm, siguri dhe transparencë. Ne kemi kuptuar që karriera nuk bëhet vetëm. Karriera kërkon njerëz, kërkon miq, kërkon partner. Ajo çfarë neve kemi si vizion është standardi imobiliar, shërbimi imobiliar, profesionalizmi që duam t'i japim në mënyrë të vazhdueshme dhe të bëjmë diferencën në treg. Kjo është ajo çfarë ka si fokus dhe si vizion Future Home. Një ndër të parët që vendosi gurin e themelit të Future Home, David Duka, tha se kompania së shpejti do të kalojë përtej kufive. Ne kishim vizionin dhe qëllimin, ishim të jetur për sukses. Ato që mendonim, ne i zbatonim. Ne nuk prisim ta tregonte dikush rrugën. Ne e krijuam vetë atë. Future Home është brand shqiptar dhe ne jemi kompania më e madhe imobiliare shqiptare. Ajo që ne shikojmë është që ky brand të dalë jashtë kufive. Shumë shpejt ne po presim që të hapim një pikë në Kosovë, në Prishtinë, pastaj do futemi në Maqedoninë e Veriut dhe pastaj do shtrihemi edhe më gjerë. Por cili është misioni Future Home? Këtë na e tregon menaxherja Gejda Rira. Ky përvjetor është një piknisje e re për të gjithë ne, duke qenë se ne po i afrohemi sa më tepër Bashkimit Evropian, ne kemi besimin e plot që do të jemi partnerët më të besuar të familjeve, po dhe investitorëve shqiptar. Një mesazh i drejtohet klientëve tanë, të cilët janë pjesë e kësaj historie suksesi. Ata na kanë besuar dhe ne jemi këtu për të përmirësuar çdo ditë më shumë për një shërbim sa më cilësor. Në këtë aktivitet u ndan emocione, kujtime dhe suksese të arritura ndër vite, ndërsa klientët e pranishëm ndan eksperiencat e tyre pozitive me shërbimet e kompanisë.